Zonja dhe zotërin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë mësën e ekonomi. Ditën e sotme do të flasim për kompensimin e pronave, i cili është shtyr deri në vitin 2028. Presim që të vi pas pak në studio kreu i shoqatës pronësi me drejtësi zoti Myrshit Vorpsi, por gjithashtu do të na bashkohet pas pak në lidhje me Skype edhe avokatja Vasilika Ysi. Kam në studio kolegun gazetar Lorenz Rabeta për të folur sa i përket kësaj teme. Lorenz, kënaqësi që të kam studio. Faleminderit. Mund ta përmbledhim në vija të trasha pse këto ndryshime dhe çfarë pritet të prodhojë, pse është shtyr kompensimi? Në thelb ka përfunduar efekti i ligjit aktual për trajtimin e pronës. Kemi pasur një ligj për kthim kompensimin e pronës dhe nga viti 2015 kemi një ligj për trajtimin e pronës. Çfarë ndodhi? Ndodhi që ky ligj e kishte afatin, shtrirjen kohore si ligj e kishte 10 vjet, u miratua në vitin 2015 dhe jemi fare pranë pragu të përfundimit të efekteve ligjore të këtij ligji. Ana tjetër e medaljes është që ky ligj nuk dha praktikisht asnjë lloj rezultati. Supozoj se ky duhet përfundonte në këtë hapësirë 10 vjeçare, duhet përfundonte tërësisht procesin e trajtimit të pronës, që do të thotë të mbaronte kompensimet dhe kthimin e pronës aty ku mundej, gjë që nuk ndodhi. Kemi pasur rreth 26.000 dosje përpara 10 vitesh në pritje për kthim kompensim. Kemi po aq praktikisht 26.000 dosje, kemi po aq një volum aq të madh pronarësh që nuk kanë marrë përgjigje për kërkesat e tyre, për pretendimet e tyre për pronat e vjetra. Kemi edhe një numër shumë të madh dosjesh të cilat kanë përfunduar në gjykata, presin atër prej vitesh, duke parë situatën e gjyqësorit. Mendohet që s'do të ketë zgjidhje për to edhe paktën 5 apo 10 vitet e ardhshme. Gjitha këto e kanë bërë qeverinë, e kanë detyruar praktikisht qeverinë që të shtyjë të paktën edhe me 10 vite efektet e ligjit për trajtimin e pronës. Lorenz, sa i përket çështjes së procesit të kthim kompensimit të pronarëve, çfarë ka shkuar keq sa i përket këtij procesi? Pse ende i ke dyerve të gjykatave në për procese gjyqësore në Strasburg fiton të drejtën, sërish nuk ju kthehet, nuk ju jepet e drejta? Praktikisht ka shkuar gjithçka keq. Siç e thash, u miratua një ligj në vitin 2015 me qëllimin që të përfundonte këtë proces kalimtar, kështu quhen tashmë këto procese të cilat kanë një afat në kohë dhe pritet ta përfundonte prej 10 vitesh. Por çfarë ndodhi? Ndodhi një paqartësi e madhe. Në vitin 2015 qeveria vendosi që prona e këtyre pronarëve të vitit, flasim për pronarët përpara të viteve 1945, t'ja u vlerësonte pronën ose t'ja u kompensonte pronën me zërin kadastral që këto pasuri kanë pasur në vitin 45. Pra, nëse ishte kullot, t'ja u kompensonte për kullot. Nëse ishte truall, t'ja u kompensonte për truall. Por çka ndodhur gjatë këtyre viteve? Qytetet ishin shumë vogla përpara vitit 1945. Vijat e verdha, vijat ku sot kemi troje, janë zgjeruar së tepërmi. Që do të thotë qeverisë nuk i leverdiste që këto prona që në vitin 1995 ishin kullota apo ishin toka bujësore, ti jepte, ti kompensonte si truallit. Prandaj krijoi edhe këtë artific ligjor. Krijoi shumë pak kënaqësi. Në fakt ky artific u ngrit në shoqatën e pronarëve si ka mundësi. Ne kemi pronën mes Tiranës, por do na kompensohet si tokë bujësore. Ishte kjo problematika kryesore dhe çfarë i përkeqësoi më tej vendimet e qeverisë ishte një vendim i gjykatës Strasburgut. Çfarë tha gjykata e Strasburgut përpara 3 vitesh, kam përshtypjen, tha që shikoni, do t'ja kompensoni, do t'ja ktheni tokën pronarëve aty ku mundeni, ku është bosh, pra në ato zona ku nuk është me ndërtime shtetërore, ku nuk është me ndërtime private, ku nuk është subjekt legalizimi, do t'ja ktheni pronarëve që e kanë pasur atë përpara vitit 1945. Nga ana tjetër tha gjithsesi, edhe nëse flasim për prona kullota, për toka bujësore, ata nuk do t'i mund t'i kompensoni pronarët me më pak se 10% e vlerës reale. Dhe kjo krijoi një ngërsh sepse ligji parashikonte në vitin 2015 që këto trajtoheshin absolutisht si tokë bujësore apo si kullot apo si pyje në ato raste kur ishte pyje. Ky vendimi i gjykatës Strasburgut detyroi gjykatën kushtetuese që të merrte një vendim më tepër sa i përket vlefshmërisë ligjit të vitit 2015. Dhe çfarë vendosi gjykata kushtetuese? Ajo rrëzoi pikërisht dy nene,
të ligjit vitit 2015, ligjin që blokonte kthimin fizik aty ku prona ishte bosh, dhe që vendosë edhe këtë tavan, jo më pak se 10% e vlerës reale të pronës. Sepse duhet kuptojmë, që ndodhë dhe në Tiranë. Në Tiranë vija e verdhë është zgjeruar shumë pas viteve 90, apo jo. Ndërkohë që kemi toka për shembull tek 21 dhjetori, që sot me ligjin aktual të pronës, me ligjin e vitit 2015, llogariten si toka bujqësore. Atëherë ka sens që një tokë tek 21 dhjetori, një tokë tek Alidemi, apo një tokë qoftë edhe në Kuni Studio, të llogaritet me vlerën e një toke bujqësore. Dhe ç'është më e keqja, duke qenë se nuk kemi toka bujqësore afër Tiranës, formula e vitit 2015 llogarisë që do merrej çmimi më i afërt i tokës bujqësore. Por çmimi më i afërt i tokës bujqësore në Tiranë është në 5. Kështu që do i binte që këta pronar të kompensoheshin me shifra qesharake. U përpoq gjykata kushtetuese përpara 2 vjetësh që ta rregullonte këtë ngërç dhe tha që jo, këtyre pronarëve nuk do t'i jepni më pak se 10% të vlerës reale. Kjo zgjati rreth 2 vite, e bllokoi procesin tërësisht për rreth 2 vite, megjithatë u çlirua procesi pas këtij vendimi, po s'ka nisur ende. Ky është problemi. Dhe pse shtyhet deri në 2028 kur ju thoni që në 10 vjet nuk ka dhënë rezultate? Gjykata kushtetuese e ka rrëzuar në thelb sa i përket kompensimit, pra çështjen e kthimit fizik, në momentin e kthimit fizik të ligjit, çështjen e çmimit të kompensimit, atëherë çfarë ndodh? Pse shtyhet? Shtyhet pikërisht sepse nga viti 2015 deri në vitin 2025, qeveria ishte zotuar që përmes këtij ligji të kompensonte plotësisht 26.000 pronarët cilët ishin atë periudhë në pritje që janë aktualisht në thelb edhe sot në pritje të kompensimit. Por çfarë ndodhi? Gjatë gjithë këtyre viteve nuk janë dhënë pothuajse fare kompensime financiare. Janë dhënë shumë pak kompensime, kam përshtypjen se në gjithë këtë periudhë nga viti 2015 deri tani që flasim, në vitin 2023 paktën, që kemi edhe të dhënat zyrtare, janë dhënë rreth 80 milion euro në total kompensime financiare për pronarët. Ndërkohë që shifra e përllogaritur nga qeveria për kompensimin e pronarëve ishte të paktën 500 milion euro gjatë këtij 10 vjeçari, që do të thotë nga viti 2015 deri në vitin 2025, qeveria duhet kishte dhënë për pronarët rreth 500 milion euro. Nga këto ka dhënë rreth 80 milion euro. Dhe ç'është më e keqja këtu, në të vërtetë nuk i ka dhënë këto para plotësisht, por ka shpikur një tjetër artific. Kemi kompensimin me kusht. Nga viti 2015, me ligjin e ri kemi edhe konceptin e kompensimit me kusht. Çfarë është? Pronarëve ju jepet mundësia që në këmbim të marrjes menjëherë të shifrës kompensimit financiar, ata duhet nënshkruajnë një deklarat. Unë jam i gatshëm të heq dorë nga 80% e vlerës financiare, ama këtë vlerë 20% e dua në moment. Në fakt, momenti nuk është moment, por është për 3-4 vite të ardhshme. Dhe një pjesë e këtyre pronarëve kanë pranuar ta pranojnë këtë kusht, sepse flasim në vitin 94, kur nisi edhe procesi i kthim kompensimit pronarëve, kishim shumë 60-70 vjeçar pronar. Pas 30 vitesh ata janë 70-80 vjeçar, që do të thotë se shumë prej tyre nuk jetojnë më. Kështu që disa prej tyre, kam përshtypjen se janë rreth 328 pronar, kanë pranuar të nënshkruajnë këtë deklarat. Atëherë, unë pranoj ta marr me njëherë, brenda 3-4 vitesh kompensimin, ama heq dorë nga 80% e tij. Dhe këto 80 milion dollar për cilët sapo fola unë, janë pikërisht të dhëna nëpërmjet kësaj formule. Do të thënë, këta pronar, cilët kanë hequr dorë nga detyrimi. Praktikisht nga 500 milion euro që parashikoheshin, në vitin 2015 të ndaheshin për pronarët, deri në vitin 2025, deri tani kemi rreth 80 milion, kështu që nuk janë dhënë rreth 420-430 milion euro dëmshpërblim. Por ligji përcakton se këta pronarë duhet të kompensohen, apo jo. Kështu që qeveria detyrohet tash të shty edhe me 3 vite të tjerë efektin e ligjit me supozimin se do t'i kompensoj financiarisht gjatë tyre 3 viteve. Nuk e zgjidhi dot ky teknikalitet që pronarët qeveria donte t'i kompensonte sipas zërit kadastral që kishte pasur në 45-ën? Absolutisht as kjo, sepse qeveria, po bëj edhe një historik këtu, qeveria llogariti që sipas kësaj formule, edhe pse me zërin kadastral vitit 1945,
Vlera totale e kompensimit kalonte 1 miliard euro. Duhet kuptojmë, janë shumë familje pronarësh. Janë rreth 26.000 dosje, por nuk janë 26.000 familje. Janë 26.000, po e quaj unë dyer. Dhe që do të thotë, se cila nga dyert ka rreth 20-30 familje. Janë shumë, janë jashtëzakonisht, janë rreth 1.1 miliard euro, kështu e llogaritë qeveria, ndërkohë që kemi edhe një përplasje këtu mes qeverisë dhe shoqatave pronarëve, sepse shoqatat e pronarëve thonë nuk është as pak 1 miliard euro vlera e kompensimit financiar. Sa më tjetë? Është minimalisht 4 ose 5 miliard euro. Ka edhe shoqata që nxjerrin tek 6 miliard euro. Gjithsesi, të rrim me atë vlerësim që ka bërë qeveria. Qeveria tha, unë do shlyej gjysmën e kësaj shume, 1 miliard euro, 500 milion euro, do ta shlyej këtë shumë, këtë gjysmë shume, për një hark kohor 10 vjeçar, që ishte 2015-2025. Por, si që thash, ka shlyer nga kjo shumë vetëm 80 milion euro. 420 milion euro tjera janë pa shlyera, gjithmonë sipas vlerësimeve të qeverisë, që do të thotë se me këtë shtesë të ligjit, qeveria pretendon se do t'i shlyej për 3-4 vitet në vijim, që besoj përsëri është e pamundur. Lorenz, kam një pyetje të thjeshtë faktikisht. Prona zgjidhet në gjykat, çështja e pronës. Çfarë e pengon ose çfarë ndodhi që nuk u zgjidh në mënyrë të drejtë për drejtë midis pronarit të pronës dhe atij i cili kishte ndërtuar apo kishte pretendime mbi këtë pronë të zgjidhej kjo lloj marrëdhënieje. Pra ju keni shtëpinë, e keni ndërtuar dikur, unë kam pronën që e kam trashëgim nga gjyshi apo nga stërgjyshi dhe ne hyjmë në marrëdhënie të drejtë për drejtë me njëri tjetrin, futet sistemi bankar apo ka dhe sisteme të tjera, siç e kanë zgjidhur edhe vendet tjera dhe zgjidhet kjo lloj problematike. Tani pse duhet shteti të vijë të marrë nga taksat e mia, nga buxheti, nga gjitha të tjerat për t'i çuar pastaj në një vend tjetër që nuk dihet se si. Domethënë pse nuk ka ndodhur një gjë kaq e thjeshtë? Për fat të mirë që nuk ka ndodhur, sepse do të ishte një konflikt social i jashtëzakonshëm. Sepse zaptuesit e tokës, rreth gjysma e ndërtimeve pa leje është ndërtuar sot në toka me pronar ose në toka të ish pronarëve. Por, mendoni ju një marrëdhënie drejt për drejt, midis meje që kam, ose ka ndodhur, shumë raporte tjera. Një ndërtuesi, një zaptuesi toke me një pronar legjitim tokës. Është e pamundur që këta të gjenë gjuhën e përbashkët. Dhe kjo ishte edhe një prej motiveve kryesore për cilin u ideua ligji i legalizimeve të ndërtimeve informale. Dhe për fat mirë që erdhi ky ligj, sepse do të kishim pasur konflikte sociale të jashtëzakonshme mes pikërisht zaptuesve të tokës dhe pronarëve të vërtet trullit, pronarëve të vjetër të vitit 1945. Dhe kemi tashmë një proces cilin e mbulon pikërisht Agjencia e Trajtimit Pronave dhe proces i cili në mënyrë disiplinare nga qeveria është futur tek ligji i trajtimit pronës dhe tek Agjencia e Trajtimit Pronës. Ç'ndodh? Vit pas viti, qeveria nxjerr disa VKM ku jep pronarëve të ligjshëm, të drejtën për të kompensuar për tokën që është zënë nga zaptuesit e tokave. Okej? Dhe këtë shlyerje të shumës, që nuk shlyhet praktikisht, por të paktën u njihet si vlerë, nuk është shlyer një pjesë, por nuk shlyhet e tëra, shumë e lartë edhe kjo, dhe çdo vit qeveria miraton këto VKM, të cilat supozohet që do t'i shkojnë pronarëve të ligjshëm të tokës në formën e kompensimit për atë ndërtim që është zënë pa leje. Por kemi edhe këtu një problem. Me ligjin e legalizimeve, ata që zaptuesit e tokës e përfitojnë pronësinë mbi tokën me çmime shumë të ulta. Kam përshtypjen unë se në Tiranë është jo më shumë se 20.000 lek të reja metri katror. Dhe ndërkohë që toka vlen shumë më tepër në për këto zona, sepse flasim edhe në qendër Tiranës, po kemi ndërtime masive pa leje në Bathore, në Kamës apo në zona tjera periferike. Dhe të gjitha këto praktikisht janë një proces në vete, kam djenin unë rreth 330.000 në vitin 2016. Pra Lorenz, se këtu duhet të ndalem. Pra, ti merr 20.000 lekë për në një zonë të Tiranës. Për të merr dhe 4 orë një personi i cili ka ndërtuar aty. Këti pronarit ja jep si tokë bujqësore, si zë katastralt vitit 1960. Jo, këta trajtojnë ndryshe. Ka dhe një ngërsh këtu. Këta trajtojnë ndryshe. Pikërisht pra, në këtë aspekt e kam. Mbi premisën që do të mund të kishte konflikt social, është ndërtuar një marrëdhënie e këtill, mbi faktin kur mund të zgjidhej drejt për drejt midis atij që ka banesën apo ka diçka tjetër, një biznes aty, dhe këtij që ka pronën, që ka letrat e pronës. Domethënë, nuk mund të si të duket fakti që të ndërtosh një ligj
mbi premisën se do të mund të ketë. Qartë. Por unë e shoh shumë vështirë një marrëdhënie e tillë drejt për drejt një pronar cili i është zënë toka me një ndërtues i cili e ka menduar atë tokë të lirë ose e ka ditur që ajo tokë është zënë. Unë e shoh shumë vështirë dhe kemi edhe një numër shumë të lartë dosjesh të tilla, të cilat janë në gjykata. Shoh këtu që ka qenë procesi legalizimeve në këtë pikë ka luajtur rolin e një zbutësi social. Sepse për mua, kjo marrëdhënie drejt për drejt, kishte lënë persona të merreshin me njëri tjetrin, do të kishte prodhuar, kemi konflikte sociale për pronën, kemi shumë, kemi jashtëzakonisht shumë, kemi edhe përplasje deri edhe me humbje jete për çështje prone. Por kjo, nëse do të ishte vepruar kështu, do të kishte krijuar shumë problematika sociale. Ndërkohë që u përpoq ta zgjidhte dhe e ka zgjidhur në një farë mënyre ligji legalizimeve, por edhe ai edhe në vetvete nuk trajton këta pronar, këta 26.000 pronar. Lorenz, kemi agjenci pas agjencie në këto 30 vjetë. Po, edhe ky është një arnim. Arnime pas arnimesh dhe ky është një arnim që po gjejmë sot. Kemi akt pas akti që del VKM pas VKM-je dhe gjithashtu ligj pas ligji që zëvendësojnë njëri tjetrin. Nuk ka vullnet apo enkas ka një lloj, le të themi, arnimi të tillë që të mos zgjidhet si çështje. Kemi një qëndrim përhershëm të shoqatave të pronave ose zotëria që do na vi më pas, zoti Myshit Vorpsi, sipas tyre thonë, sipas shoqatave të pronës, ka një qëllim vetvete të qeverive, jo vetëm të majtës, por edhe të gjitha qeverive në Shqipëri, që ta zvarrisin sa më shumë procesin e pronës, në mënyrë që pronarët t'u kaloj mosha biologjike dhe brezat e tjerë nisin e harrojnë. Kjo është akuza e shoqatave të pronarëve. Dhe kjo ka ndodhur në fakt. Kemi pasur pronar 50-60 vjeçar në vitet 90, sot jemi në vitin 2025 pothuajse, që do të thotë kemi ndruar një brez pronarësh, domethënë ata pronarët e parë që ishin 60-70 vjeç në vitet 90 nuk janë më. Kemi edhe një përpjekje të mirëfillt të gjitha qeverive, pra thonë shoqata e pronarëve që të lihet në arrest procesi i kthimit kompensimit në mënyrë që brezat e ardhshëm ta harrojnë, ta humbin shpresën, se ka edhe një problem. Ta humbin shpresën dhe thelbi është që vërtet, po ta shohim në retrospektiv, për 30 vitesh duhet vëmë re një mungesë të plot vullneti politik për ta zgjidhur çështjen e ish-pronarëve të vërtet përpara viteve 45. Por është edhe një nga problemet kryesore që ne kemi trajtuar shpeshherë edhe në emision, faktikisht ai përket dhe investimeve. Pra prona, kontrata, investimet e huaja janë të lidhura me këtë. Pse mungon ky lloj vullneti politik për ta zgjidhur? Sepse fatura e kthim kompensimit pronës është jashtëzakonisht shumë e lartë. Nëse qeveria e nxorri 1 miliard euro duke e reduktuar përmes formulës së zërit kadastrale të vitit 1945, po mos ishte bërë ky reduktim i kostove, kompensimi do të kushtonte 5-6 miliard euro. Atëherë, për çfarë do të jepeshin, ku të gjej ky shtet 5-6 miliard euro, dhe është ideuar edhe për kjo lloj zvarritje është menduar edhe për qëllime praktike. 5-6 miliard euro. Domethënë ky shtet nuk ka as 1 miliard euro, pavarësisht se reduktoi, nuk ka as 1 miliard euro, por ama nuk pagoi as 500 milion euro. Domethënë janë shifra shumë të larta për një shtet si Shqipëria. Janë shifra shumë të larta për çdo shtet, sepse po të shohim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, indianëve përpara disa vitesh u është njohur e drejta e pronësisë mbi truallin. Indianëve, indigjenëve. Dhe ata nuk po paguhen me para, por po paguhen me lehtësira fiskale për shembull, ose është një ligj i cili të dhënat të ardhurat nga kompanitë shtetërore të lorëve të fatit u kalon për shembull fiseve indigjene dhe po kompensojnë këtë formë. Janë për një motiv shumë thjesht, sepse janë shifra shumë të larta me të cilat do të përballet çdo lloj qeverie. Po këto afate që i vendos qeveria vetes faktikisht deri në 2025, deri në 2028, dhe ja vendos me ligj dhe pastaj vetë shkel. I shkel rregullisht. Vendosen me ligje, shkelen rregullisht, ka edhe një gjë shumë të bukur, vit pas viti miratohen rreth 50 milion euro në buxhet për kthim kompensimin e pronarëve. Në mes të vitit me aktin e 2 ose 3 normativ, kjo shumë bëhet rreth 17-18 milion euro. Dhe ngelet vetëm për ata pronarë cilët thashun që kanë pranuar të heqin dorë nga 80% e shumës dhe marrin vetëm 20%. Domethënë ka një përpjekje, ka mbështypjen unë, ka një përpjekje për të shkuar drejt kësaj që, shiko, hiqni dorë dhe unë do t'ju kompensoj
brenda 3-4 viteve për 20% të shumës totale të kompensimit. Lorenz, na është bashkuar në këtë emision edhe avokatja Vasilika Hysi. Avokate, të përshëndes. Përshëndetje. Zonja Hysi, një pyetje drejt për drejt, ju si avokate, nëse një person ka një çështje prone, kthim kompensimi, mbi vendosje etj. Sa kohë zgjat ky proces gjyqësor sot në gjykatat shqiptare? Vjen me këtë lloj problematike? Në qofse do e bëjmë llogari sot, është për shkallën e parë do të zgjasë gati 3 vite. Duke shtuar edhe apelin 5, edhe 7 gjykata e lartë vete 17 apo minimalja për një proces gjyqësor shkon 10 vjet. Zonja Hysi, çfarë ndodh me pronat në vendin tonë? Pse ka kaq shumë dosje dhe kaq pak kompensim për pronarët? Në fakt është mirë që të bëjmë pyetjen çfarë është bërë mbasi u zgjat afati dhe mbasi ndryshoi ligji? Sa çështje janë gjykuar nga institucioni administrativ i krijuar për të përfunduar procedurën e njojës, kthimit apo kompensimit financiar apo fizik të pronës? Po të bësh një analizë, ka më shumë shpenzime nga shteti dhe miratim buxheti për fonde për pagesat të pagave dhe të ekspertëve që punojnë pranë Agjencisë Trajtimit të Pronave dhe ka fonde të limituara për kompensimin. Deri tani nuk ka asnjë çështje, pavarësisht statistikave që ata kanë nxjerrë, sepse mu desh të shikoja që kishin disa statistika që kanë nxjerrë në lidhje me shërtimin e praktikave që kanë qenë pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave, realisht nuk ka asnjë çështje të përfunduar gjatë këtyre viteve për njojën, për kompensimin apo për kthimin e një prone. Po, sa i përket fakteve që qeveria veti vendos me ligj afate vetes deri në vitin 2025, deri në vitin 2027, 2028 dhe po veti shkel, si e sheh me syrin e një juristeje? Ligji 133 i 2015 ishte për trajtimin e pronës dhe për përfundimin e procesit të pronës. Por as u trajtua prona realisht dhe as u përfundua procesi i njojës apo i kompensimit financiar të pronës. Të gjitha këto zgjatjet e afateve apo ndryshimet ligjore bëjnë me qëllim të shtyrjes së afateve dhe të interesit të qytetarëve për të kërkuar njojën apo kthimin e pronës, sepse kanë kaluar më shumë se 30 vite dhe akoma nuk kanë përfunduar. Kanë çështje që janë të regjistruara në Agjencinë e Trajtimit të Pronave që në vitin 1994 dhe akoma nuk kanë një vendim përfundimtar. Me argumenta, plotësimin e dosjeve, ndryshimet ligjore, ndryshojnë ligjet, ndryshon edhe kërkesa e institucioneve për të paraqitur provat dhe pronat dhe dokumentacionin për pronat për të kërkuar njojën e pronës. Si ta kuptojmë zgjatjen e afatit të kompensimit deri në vitin 2028? Me fjalë të thjeshta që ta kuptojnë të gjithë qytetarët, zgjatjen e afatit me argumentin që unë do të kompensoj, por sërish unë nuk do kompensoj asnjë qytetar. Ju depozitoni dokumentacion, por unë do jem i njëjti institucion sepse bëhet një analizë shumë e thjeshtë. Sa çështje janë regjistruar pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave dhe sa çështje ka me vendim pozitiv apo vendim negativ. Po të shohësh dhe po të shohësh praktikën e përditshme, përgjigjja atyre është unë nuk po bëj asnjë vendim sepse nuk futem në burg për ty. Nuk e konsiderojnë punë, por e konsiderojnë që bëjnë diçka për ty apo për individin që ka bërë kërkesën për të njohur drejta e pronës. Zonja Hysi, a është e vërtet që ka një numër të madh dosjesh në sirtarët e gjykatave sa i përket çështjes së pronave? Është e vërtet që ka një numër të madh dosjesh dhe është e vërtet edhe fakti që u krijua një lloj dyzimi, duke thënë që të gjitha çështjet që u dorëzuan në gjykat, që u tërhoqën nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, le të vijë sërish se ne do t'i trajtojmë. Dhe shumë nga këto subjekte i kanë tërhequr dhe sërish është krijuar një dublim i punës midis gjykatës dhe institucionit të krijuar për njojën dhe për kompensimin e pronave. Aktualisht ka numër të konsiderueshëm çështje si në gjykatën e shkallës parë, por edhe në gjykatën e apelit, sepse gjykata e apelit trajton çështjet si gjykata e shkallës së dytë, si gjykata e shkallës së dytë edhe vendimet e komisionit. Pra, nëse do kishim një vendim komisioni për njojë apo për mos njojë të pronës, është gjykata e apelit që e shqyrton këtë çështje. Dhe ligji i posaçëm për kthimin dhe për kompensimin e pronave ka një nen të posaçëm që thotë vendimi i gjykatës së apelit nuk është vendim përfundimtar. Dhe po të shohësh shumë raporte apo relacione
komisione të qeverive të ndryshme edhe të kësaj që është aktuale, thot që krijimin e këtij ligji me qëllim përfundimin e procesit të pronave. Po brenda atyre ligj lën edhe një klesh që thot këto vendimet e gjykatave janë përfundimtare derisa shterohet e drejta e ankimit. Po të shohim të gjitha kodin civil, kushtetutën, dhe drejta e ankimit shterohet në gjykatën e Strasburgut, do me thënë nuk përfundon kur në gjykatën e apelit të çështja, nuk përfundon kur në gjykatën e lartë, sepse është gjykata kushtetuese mbas gjykatës lartë dhe mbas gjykatës kushtetuese është gjykata e Strasburgut. Kështu që ne vazhdojmë të jemi dhe pse kemi shumë subjekte që kanë vendime përfundimtare, janë të paekzekutueshme me argumentin e të drejtës së ankimit. Dhe pas këto propozimet për ndryshimet ligjore nuk është marrë në konsiderat dhe pse është bërë shpeshherë objekt i diskutimeve nga subjekte të ndryshme problemi i këtyre vendimeve përfundimtare, e pas të projekt ligji që ndryshon vetëm zgjatja e afatit dhe asgjë tjetër në këtë ligj. E kanë hedhur për konsultim publik për 1 muaj, ndërkohë që qytetarët apo personat që kanë interes e kanë në vështirësi të bien në dieni të këtij afati kaq të shkurtër dhe të japin mendimet apo të bëjnë një lloj informacioni në lidhje me këto ndryshime të propozuara nga qeveria shqiptare, nga Ministria e Drejtësisë. Por ja, ju e thatë drejt dhe e thatë qartë, si kundër mund të artikulojnë edhe institucionet të tjera të interesuara, apo palë të interesuara të tjera, që sa i përket dyshimeve për para mendim për shkallët e gjykimit. Se mendoni se nuk e ndryshon këtë projekt ligj qeveria? Nuk ka asnjë lloj ndryshimi sepse propozimi që ka bërë është i përcaktuar vetëm për zgjatjen e afatit dhe jo për ndryshime të tjera ligjore. Nuk ka një analizë apo një relacion apo një raport nga institucioni çfarë ka pasur, çfarë rezultati ka pasur dhe çfarë ka dhënë ky ligj që ne hartuam. A ka sjell rezultate pozitive apo rezultate negative? A ka më shumë shpenzime ky ligj apo ky institucion apo nuk ka fare shpenzime? Domethënë nuk ka vërtet një raport për të bërë ndryshimin e duhur për këtë ligj. Që nga titulli i ligjit, do me thënë titulli i ligjit për përfundimin e procesit të pronave, të kthimit dhe të kompensimit të pronave, bjen ndesh me çfarë ka brenda ky ligj, sepse gjatë gjithë kohës vendimet e komisionit kanë të drejtë ankimi dhe në momentin që kanë të drejtë ankimi, ata bëhen të paekzekutueshëm. Çfarë ligji ke dhe çfarë ndihme i ke ardhur ti qytetarëve me këtë lloj ligji, që thua ligji për përfundimin e procedurës së njojës, kthimit dhe kompensimit të pronave. E qartë, ndalim Nuk në di një nëse hapësirë. ju keni marrë ndonjë lloj informacioni dhe keni trajtuar çështje të cilat janë trajtuar këto 8 vite nga Agjencia e Trajtimit të Pronave. Unë për veten time nga puna që kam përdit me pronat, nuk kam asnjë çështje, asnjë vendim të vetëm që të ketë dalë, kam vetëm përgjigje sill këtë dokument, sill atë dokument, sill këtë, s'kam asnjë vendim të dhënë nga Agjencia e Trajtimit të Pronave gjatë këtyre 8 viteve. E kuptoj, te kjo do të ndalemi pikërisht në pjesën e dytë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe vim sërish me kolegun Lorenz Rabeta dhe me avokatën Vasilika Hysi. Rikthehemi të nderuar teleshikues, po flasim për një çështje të rëndësishme pronaret, për të cilët kompensimi shtyhet deri në vitin 2028. Kam në studio kolegun Lorenz Rabeta, gjithashtu edhe avokatën Vasilika Hysi në një lidhje me Skype. Zonja Hysi, lidhemi sërish së bashku, sa i përket asaj që ju cekët më herët, asnjë vendim nga Agjencia e Trajtimit të Pronës në 8 vjet, edhe pse ju punoni përditë në terren sa i përket çështjes së pronave. Po lexoj çfarë ka publikuar Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe thotë që në vitin 2022 janë të regjistruara, është raporti vitit 2023 ky. Në vitin 2022 thotë janë regjistruar 7.000 dosje. Ka filluar trajtimi thotë i tyre, por deri tani thotë në fund të vitit 2023 janë trajtuar 1.6% e 7.000 dosjeve. Po, do me thënë, për gjithë periudhën nga 2015 dhe deri në 2023 është trajtuar 1.6% e dosjeve, që janë në total 115 dosje, të cilat ka vendosur, për dosjet e tjera ka vendosur njoftimin për fillimin e procedurës së shqyrtimit. Imagjinoje për 8 vite ka bërë 1.6% të dosjeve që ka filluar të shqyrtoj dhe për të tjerat ka njoftuar që do filloj të shqyrtoj. 8 vite. Edhe sa vite duhet nga agjencia, me që sa agjencia u krijua me qëllim të përfundonte procedurat sa më shpejt të njojës, kthimit dhe kompensimit të pronave. Dhe të ishte të bëjnë trajtimin në mënyrë ezauruese, do me thënë mos të kishin më mundësi dhe të drejta
të konsumonin në institucione të tjera. Ky ligj, jo vetëm që nuk i ka dhënë asnjë mundësi as qytetarëve, por edhe institucioneve shtetërore dhe shtetit shqiptar dhe ne taksa paguesve na ngarkon me përgjegjësi, sepse e drejta e kompensimit nuk do shuhet kurrë këtyre pronave. Vetëm ngarkesat që shkaktojnë gjykatat e Strasburgut do të ngarkohen te ne qytetarët të gjithë, sepse nga taksat tona do të kompensohen. E kuptoj. Lorenz, 1.6% thot në 8 vjet, sa i përket dosjeve, Agjencia e Trajtimit Pronës, por thot ka një njoftim që do t'i trajtojmë edhe dosjet e tjera, por në 8 vjet vetëm 1.6%. Edhe këtu kemi një moment tragjik dhe komik. Janë rreth 7.000 dosje për të cilat Agjencia e Trajtimit Pronave nuk arriti një përfundim. Dhe çfarë u tha këtyre dosjeve? U tha, shkonin gjykata, kërkojeni në për gjykata të drejtën e tuaj. Dhe çfarë po ndodh tani me ndryshimet aktuale? I thot pronarëve që shiko, por nuk e patët gjetur të drejtën gjykata, hajdeni tek unë sepse gjykatat kanë shumë punë, gjykatat s'kan gjyqtar, gjykatat. Kemi një situatë vërtet tragjikomike, tregohet që dalim aty ku donte dilte dhe avokatja, kemi një vullnet për të mos e zgjidhur çështjen e pronarëve dhe për ta zvarritur sa më shumë kohë. Siç thash, shumë pronarë në vitet 90 ishin 60, 70, 80 vjeçar, sot një pjesë e tyre nuk janë më dhe me sa duket, shteti shqiptar hecën me idenë, i pëlqen ideja që ta zvarrisim sa të mundemi, mos kemi më një brez pronarës i cili ka kontakt të drejt për drejt me pronën. Dhe sepse brezat më e mëtejshëm, të rinjt, e humbasin interesin, humbasin edhe atë lidhjen organike që kanë me pronën që dikur e kanë njohur, e kanë parë, apo jo, e kanë prekur. Ja kuptoj, po të pyesim pak avokatën, nëse dikush e harron, por në brezin e 2 dhe 3 dikush thotë që dua pronën time, ka mundësi që të hapi një proces gjyqësor për ta rikthyer? Ligji për njojën, kthimin dhe kompensimin ka afate. Dhe kjo në një farë mënyre, ky ligj i posaçëm i bë kufizim të drejtës që ta kërkojmë pas X vitesh. Zgjatet deri në vitin 2028, atëherë ti deri në 2028 duhet ta kërkosh nëse nuk e ke bërë kërkesën, atëherë të digjet e drejta që ti ta kërkosh mbas 2028-s. Po kuptohet, do të ndryshoj afati sërish sepse nuk kanë për të kompensuar, nuk kanë për të njohur, nuk kanë për të kthyer, vetëm do të zgjatet afati njësoj sikurse është bërë deri në këto momente dhe deri në këtë vit apo në këtë periudhë që po kërkohet sërish ndryshimi dhe zgjatja e afatit. Po, sa i përket asaj që ju cekët më herët, çfarë ndodh me vendimet e Strasburgut? Janë miliona euro të cilat duhet që t'i jepen pronarëve legjitim, por në krahun tjetër shumë prej këtyre parave nuk janë dhënë. A do të zbatohen të gjitha këto veprime? Ka mundësi që të shmanget qeveria? Nuk ka mundësi që të shmanget nga vendimet e gjykatës së Strasburgut. Mund të shmanget nga vendimet e gjykatave shqiptare duke bërë këto hile procedurale dhe ankesat procedurale për pezullimet e ekzekutimeve, por jo për vendimet që jep gjykata e Strasburgut. Vendimet që jep gjykata e Strasburgut janë vendime të detyrueshme për shtetin shqiptar dhe ju ngarkohen penalitetet në rast të mos ekzekutimit të vendimeve. Dhe duhet të ketë një numër shumë të pakt nëse ka vendime të pa ekzekutuara të gjykatës së Strasburgut. Vendimet të pa ekzekutuara ka të gjykatave shqiptare, të cilat janë regjistruar dhe janë në radhë për t'u kompensuar. Po të shohësh në listën e vendimeve të publikuara ka një numër të konsiderueshëm vendimesh dhe ka disa udhëzime të brendshme për mënyrën se si do të ekzekutohen këto vendime dhe ka vendime që kanë kaluar 15 vjet dhe akoma nuk janë ekzekutuar dhe nuk kanë për t'u ekzekutuar. Më vjen keq që ta them këtë sepse është shumë e rëndë të them këtë fjalinë që nuk kanë për t'u ekzekutuar, por duke parë se si funksionojnë këto institucione, duke parë rezultatin e punës së këtyre institucioneve, nuk kam shpresë se do të ecin këto vendime për t'u kompensuar nga Agjencia e Trajtimit të Pronave. Po, ka dhe një formulë faktikisht që është formula e kompensimit me kusht. Si funksionon kjo formulë, zonja Hysi? Të heqin dorë, formula e kompensimit me kusht është të heqin dorë nga 40%, 80%, dhe nëse marrin 20%, të marrin me njëherë kompensimin. Por unë kam pasur klientë të cilët kanë bërë deklaratën që kanë hequr dorë nga e drejta dhe nga pritja e kompensimit tërësor dhe kanë kërkuar të bëhet ekzekutimi me njëhershëm me 10% kur ishte në momentin e parë dhe nuk është ekzekutuar kjo gjë. Dhe nuk ka asnjë përgjigje, qoftë edhe negative që ti thuash po drejtoj gjykatës se nuk po të kompensuar.
kompensoj. Të kam vënë në radhë për të kompensuar, me njëherë sa po të miratohet buxheti dhe fondi, ju do të kompensoheni. Pra, edhe kjo është një mënyrë me hile e ligjit ndaj qytetarëve, të cilët heqin dorë nga pjesa 100% e kompensimit, me shpresën se do marrin 10% sot, dhe këtë 10% që nuk e marrin dot, por vazhdojnë të jenë në radhë. Zënja Hysi, shumë ligje, shumë VKM, shumë akte të tjera, shumë agjenci, ligje që ndrohen rast pas rasti, gjykata kushtetuese që rrëzon pjesë të ligjit, pse ka qenë ndërlikuar çështja e pronës në vendin tonë? Është mungesa e vullnetit të shtetit shqiptar për të kompensuar, dhe kjo mungesë vullneti e shtetit shqiptar sjell një sër problemesh të konsiderueshme në investimet e tuajve, sepse tuajt në momentin që vinë për investime në Shqipëri thonë kush është pronari i kësaj prone? Shteti, ose shpesh herë shumë investime janë larguar për faktin se në Shqipëri del pronar shteti nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak apo të Këshillit të Ministrave, por në rrëj, në themel, në hipotek vazhdojnë të jenë të regjistruara në emër të subjekteve të cilëve u është shpronsuar prona dhe janë në procedurë të drejt parablerje, të drejt kompensimi, të drejt pritje, do me thënë është një mishmash historia e mbivendosjes së titujve të pronësisë dhe të pronave. E kuptoj, Lorenz, nikon me vërtet kaq shumë të çështje e investimeve, mos zgjidhja e çështjes pronës? Absolutisht po, unë kam pasur 2-3 vitet e fundit, paktën rastin e një investitori që është i pranishëm prej vitesh në Shqipëri, i cili kërkonte një ambient rreth qendrës Tiranës, një ndërtim 200-300 metra, por dhe një parking 400 metra, por me kushtin e vetëm, që të kishte një pronar të vetëm, qoftë ndërtesa, qoftë parkingu. Problemi është që nuk e gjeti. Dhe u detyrua ta ndërprisa të investim. Kemi realisht një problem me çështjen e pronës në Shqipëri, fragmentarizimin dhe veçanërisht mbi vendosjen e pronave. Unë po flas për tokën bujqësore, po sjell vetëm një element, kemi rreth 360.000 parcela bujqësore në Shqipëri. Shikoni se sa e fragmentarizuar është dhe qoftë edhe toka bujqësore. Bile është edhe një problem i madh, nuk krijojnë dot kooperativa në Shqipëri, sepse toka është jashtëzakonisht e fragmentarizuar në parcela nga 9-10-12 dynym. Në rastin më të mirë shkojnë tek 2-3 hektar, që do të thotë jo vetëm pengojnë çdo investimi, por bëjnë të pamundur edhe ato iniciativa që mund të hasen në Shqipëri, sepse ky fragmentarizim kaq shumë pronar një sipërfaqe të vogël, dikush patjetër do të jetë kundër dhe prish tërësisht çdo lloj opsioni për investim në atë pikë. E kuptoj. Zënja Hysi, për ta mbyllur së bashku, për të bërë edhe një lloj radiografie të sistemit, po e quaj, cilat janë problematikat kryesore që ju si avokate ju vinë sa i përket çështjes së pronës? Për shembull, ka shumë subjekte, sidomos në qytetin e Tiranës, të cilët kanë marrë të drejtën e parablerjes për një pronë, të drejtën e njohjes dhe të parablerjes për të njohjes së truallit dhe të parablerjes për objektin që është i ndërtuar mbi të. Për shembull, te kombinati tekstil. Subjekti ka një titull pronësie dhe vazhdon ta gëzojë titullin e pronës. Këshilli i Ministrave vendos kalimin e kombinatit tekstil shoqëria XY në administrim të Bashkisë Tiranë. Bashkia Tiranë e jep për ndërtim në subjekte dhe në investitor privat, duke përfituar atë 30% që sikur është pronar i kësaj prone, i këtyre pronave. Ndërkohë që subjektet janë duke u endur proceseve gjyqësore për këtë lloj përplasje që bën edhe ligji edhe institucionet shtetërore. Në momentin që më është njohur prona, shteti shqiptar nuk mund t'ja kaloj më në administrim asnjë lloj institucioni tjetër, por jam unë pronari i asaj dhe pa më shpronsuar mua për herë të dytë nuk mundet më të kaloj në administrim apo histori siç ka ndodhur në këto vitet e fundit në qytetin e Tiranës. Në qytetin e Tiranës ka një numër të konsiderueshëm vendimesh të cilat kanë të drejtën e njohjes subjektet e shpronsuar, pronarët e pronës, dhe i kanë kaluar në administrim bashkisë dhe bashkia i ka dhënë për ndërtim, ndërkohë që bashkia gëzon frutet e pronës së subjekteve. Janë probleme që po i has për ditë dhe ka një numër të konsiderueshëm çështjes që kanë nisur në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë. E kuptoj. Lorenz, pra,
Në gjykimin tuaj, tashmë që flasim sa i përket edhe këtyre problematikave që parashtroi edhe avokatja, mendon se mund të zgjidhen çështje të këtilla deri në 2028? Absolutisht, unë shoh edhe një shpak dhe të dhënat buxhetore për vitet në vijim, për 3-4 vitet në vijim, dhe ishin për vitin 2025 parashikohen $35 milion për pronarët, për vitin 2026 53 milion dhe për 2027, këto e bëjnë tërësisht pa mundur një proces real këtim kompensime. Na është bashkuar në studio edhe zoti Mëshit Vorpsi, kënaqësi që ju kemi në studio. Gjithashtu. Për të ndalur tek pyetja kryesore, shtyrja e fatit të kompensimit të pronave, çfarë duhet të kuptojmë deri në 2028? Çfarë duhet të kuptojmë? Duhet të kuptojmë që ligji ka dështuar, edhe ligjvendësi ka dështuar. Pra sot mas 30 vjetësh, se ka që bjen, nga ligji i parë, 94, do thonë, jemi përballë një procesi të dështuar që pritet që vitin tjetër të fillojë nga e para përsëri. Pra të kemi një afat tjetër këtë radhë, jo 10 vjeçar, po 4 vjeçar. Ndërkohë që procesi është dështuar jo thjesht për këtë efekt. Procesi është dështuar për shumë arsye të tjera. Do të them dy shifra? Po. Me ligjin 133 parashikoheshin që deri në fund të vitit 2025-2026 të shpërndaheshin për kompensimin e pronarëve, pra ato ishte 6.000 vendimet e famshme, 50 miliard lek. Ndërkohë që, mos harrojmë, fatura e dalë nga Agjencia e Trajtimit Pronave, që është një faturë paraprake, po themi, bën fjalë për një shifër 116 miliard lekësh. Pra, që në fillim fare, ligjvendësi ka dështuar në planifikim. Që kur miratoj një faturë këtë tillë, po nuk është thjesht puna, janë miratuar me gjithmonë 50 miliard lekë. Ose po të jemi më të saktë, me gjithë vitin 2024, fatura do shkonte rreth 40 miliard lekë, 42.37 miliard lekë. Pra, përfshirë dhe fondin për në 2024, fatura duhet të ishin shpërndarë 420 milion euro. Sa janë shpërndarë? 2 miliard. Realiteti është ky, që janë shpërndarë vetëm 9.3 miliard lekë. Deri sot, nga 2016 deri sot, janë shpërndarë vetëm 9 miliard lekë. Për të qenë edhe çik më i saktë, nëse për 2024 parashikoheshin me ligjin 133, që fondi që të shpërndahej do ishte 6.88 miliard lekë, është planifikuar me buxhetin e shtetit vetëm 3 miliard lekë. E njëjta skem ka qenë për gjitha vitet në vazhdim. Për 2023 ka qenë parashikuar të shpërndaheshin 6.2 miliard lekë dhe me buxhetin e shtetit janë planifikuar vetëm 3.5 miliard lekë. Pra kjo skem ka qenë e gjitha. Buxheti i shtetit nuk ka pasur para që të bëj kompensimin e pronarëve. Unë ju thash to shifra sa ka parashikuar buxheti. Buxheti në total dhe më thonë parashikonte aq sa, po sa janë shpërndar? Po të marrë 2023-shin. Parashikoheshin të shpërndaheshin 3.5 miliard lekë dhe janë shpërndar vetëm 1.1 miliard lekë. Ky është realiteti. Edhe, duhet të thënë edhe kjo, që këto para janë me procedurë të përshpejtuar, të shpërndara me procedurë të përshpejtuar. Nga viti i largët 2020 e sot, buxheti i shtetit, Agjencia e Trajtimit të Pronave, nuk flasim për buxhetin e shtetit, ka shpërndar para vetëm me procedurë të përshpejtuar. Dhe në qoftë se doni të dini se ç'është kjo procedurë e përshpejtuar, po ju them që kjo procedurë e përshpejtuar e përkthyer shqip, do thotë një diskriminim që shteti shqiptar i bën pronarëve shqiptar. Pse? Me ligj, shteti i thotë se kjo është procedura e përshpejtuar. Të jap, në qoftë se do t'i marrësh prarët brenda vitit, të jap 20% të vlerës,
edhe nga pjesa tjetër do të heqish dorë. Avokatja tha që ka pasur rastet tilla të pronarëve që kanë hequr dorë dhe sërish nuk ka ndodhur kompensimi i tyre. E vërtet avokate? Po. Ishte një fakt që na solli avokate. Ka raste të tilla? Atëre, sepse nuk janë 10 kërkesa, më fal. Nuk janë vetëm 10 kërkesa apo 15 kërkesa, ka qindra dhe mira kërkesa. Tashti nuk duhet të merrem me teori konspirative, po, do të thonë, di vetëm një realitet. Në 2023 me 2022 Agjencia e Trajtimit të Pronave krenoi me faktin se kishte shpërndar 1 miliard lek dhe i kishte kursyer shtetit 6 miliard lek. Si i kishte kursyer? Pronarët shqiptarë, e për këtyre traktë do thotë kjo. Pronarët shqiptarë kishin për të marrë 7 miliard lek në vijet përgjithshme, ka marrë 1 miliard sepse kanë hequr dorë nga shumë tjera. Sepse kanë hequr dorë nga diferencat tjera. Ky është diskriminim me ligj që shteti shqiptar i ka bërë dhe vazhdon t'i bëjë pronarëve shqiptar. T'ju jap një 2 shifra për kuriozitet. Në vitin 2016 janë shpërndar si fond kompensimi për pronarët 1.8 miliard lek, ndërkohë që ishin parashikuar, domethënë me ligj 3 miliard lek. Nga ky vetëm 21 milion kanë qenë me procedurë të përshpejtuar. Dhe 1.8 miliard lek kanë qenë para të shpërndarë me procedurë të zakonshme. Ai kompensim klasik siç e njihshim për herë të herë. E njëjta skem ka vazhduar edhe në 2017, ku nga 2 miliard lek që janë shpërndarë, 1.9 miliard lek kanë qenë me procedurë normale. Dhe diferenca kanë qenë me procedurë të përshpejtuar. Në 2018, dhe më thonë, ndodh ndryshimi i madh. Nga 1.5 miliard lek që janë shpërndar, nga kjo shumë, gati 1.4 miliard janë shpërndar me procedurë të përshpejtuar dhe vetëm pjesa tjetër janë me procedurë normale që janë vetëm rreth 35 milion lek. Dhe në 2020 që janë shpërndar 29 milion lek me procedurë të përshpejtuar nga 0.8 miliard lek, dhe më thonë 0.8 miliard lek janë 0.85 miliard lek janë shpërndar gjithsejt, lek të reja flasim gjithnjë, nga kjo dhe më thonë 805 milion kanë qenë me procedurë të përshpejtuar dhe vetëm 29 milion lek kanë qenë me procedurë normale. Për të gjitha këto shifra që ju thoni, për të mos e lodhur bisedën me shifra shumë. Nga 2021 që e këtej, nuk është shpërndar as edhe një gjysmë leku me procedurë normale. Kompensim të mirëfillë. Kuptoj, për të mos e lodhur dhe shumë publikun me shifra. Të gjitha këto që ju citoni, çfarë tregojnë në vijimsi? Përfundon ndonjëherë ky proces? Atëherë, nëse do ta themi troç çfarë, kjo tregon domethënë që qeveria, shteti shqiptar, nuk po them qeveria shqiptare, po shteti shqiptar, me procesin e kthimit dhe kompensimit pronarëve shqiptar ka dështuar me plot gojen e fjalës. Në qoftë se do të elaborojshim disa shifra tjera, do e kuptoshit më mirë këtë realitet, kur po ju them që kanë dështuar. Është një proces i dështuar. Mos harrojmë faktin që janë 7.000 dosjet pa trajtuara, që janë të depozituara që nga viti i largët 2006-2008, dhe sot e kësaj dite ato janë të pa trajtuara. E kuptoj. Kanë kaluar sa vite, 18 vite nga atëherë, dhe asnjë dosje nuk ka luajtur nga vendi. Ndërkohë që ligjvënësi shqiptar ka kërkuar dhe një afat tjetër deri në 2027. E kuptoj. Zoti Vorpsi, një temë cilën do ta vijojmë sërish faktikisht, po jemi limitet e kohës, ishim edhe pak me vonesë, unë ju falenderoj që ju kisha në studio. Zonja Hysi, ju falenderoj që ju kisha në këtë lidhje me Skype. Lorenz Kanajsi. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për këtë hapësirë më të në ekonomi. Ju falenderit për vëmendjen.